që thoshte e vërtet është ligjin, këta e bën, po kush e kërkoi? Se kush e kërkoi, nuk ka nevojë të diskutojmë shumë. Mjafton të kthehesh shumë brava dhe të shohësh kur ne ishim në opozit, të shohësh në 2007-ën, kur ne kemi kërkuar një pakt kombëtar. Ja kemi kërkuar Bufit Knetës, atëherë ishte kryeministër. Një pakt kombëtar për drejtësinë. Në 2009-ën, pastaj në 2013-ën e kemi pas në program, pastaj kur u bë reforma, të tjerë s'donin të futeshin në sallën e parlamentit. U ngujuan në bulevard me Lulin atje. Po ishte Luli. U ngujuan me Lulin në bulevard. Vinte Luli çdo natë, kënonte hymnin aty, poshtë zyrës time, që nuk dorëzohemi, thoshte. Dhe nuk u dorëzua në fakt. Asnjëherë Luli nuk dorëzohet. Dhe ka fitu, me thënë drejtën. Sa herë ka luftu, gjithmonë ka fitu të gjitha. Po faktikisht këtë e bëm ne. Dhe sot jemi ne garantët. Po nesër, që garancia të jetë aty dhe mos ta ketë asnjë forcë këtu që ta preki dhe ta lëvizi, ne duhet jemi BE. Se ja ku e keni Bufin e Knetës që thot në 11 maj do fitojmë, në 12 maj do shkrim Spakun. Do shkri në Ocrogu, se ky është edhe qyteti në Ocrogu, në fakt që gjë i shkon. Por, ç'a ndodh më tutje? Si shkojnë gjërat mas 5 vjetësh, mas 10 vjetësh, mas 15 vjetësh. Historia e Shqipërisë është shumë e gjatë dhe na i ka mësuar të gjitha. Mjafton që ne të kemi parasysh mësimet e historisë tonë dhe nuk kemi arsye të bëjmë gabime të rënda siç kemi bërë në shkuarën. Mjafton të kemi parasysh mësimet e historisë tonë që në datën 11 maj socialist, demokrat me parti e pa parti të ndajnë mendjen dhe të thonë socialistët me kokën lartë krenar të votojnë për Partinë Socialiste, demokratët mbyllin syt dhe të votojnë prap Partinë Socialiste. Sepse është e vetmja mënyrë e sigurt që ne të përmbyllim negociatat e antarësimit dhe të bëhemi antarë të Bashkimit Evropian. Nuk ka mënyrë tjetër. Dhe e fundit që kam është, për këtë pjesë është që i keni dëgjuar që i përsërisin vazhdimisht çdo ditë që jo ajdutët e jo gjithë mburge, jo tërcivërc. E para punës njerë, përderisa ne i hymë detit në këmbë, e dinim shumë mirë se ç'a kërkonim, dhe e dinim po ashtu se gjërat do shkonin paka shumë, siç po shkojnë. Them paka shumë sepse edhe nga ana e drejtësisë së re ka lejthitje, ka gafa, ka gabime, por që janë normale. Janë institucione shumë të reja. Ama e përgjithshmja është historike. Është një moment kthese historike që duhet vazhdojë. Dhe ne duhet i japim gjithë mbështetjen tonë. Dhe jo vetëm që ne nuk duhet të ndjehemi keq. Natyrisht, nga hyrpamja njerëzore, njeriu nuk i vjen mirë. S'ka si të vi mirë kur dikush me cilin ka punuar ose dikush që është tu sot, nesër e shef në televizor duke shkuar në prokurori, pas nesër e shef përpara gjykatës, nuk i vjen mirë. Por ama nga hyrpamja e shërbimit ndaj dheut, nga hyrpamja e misionit që kemi, nga hyrpamja e ambicjes tonë për të bërë histori sot, që edhe fati ynë dhe fati Europës janë përputhur në një pikë, ne duhet jemi vetëm krenar edhe për këtë fakt, sepse ndryshe kur nuk do ndodhte. Nuk do ndodhte që politika të fillonte të jo thjesht pastrohej, por mbi të gjitha të fillonte të ndjente që është një hapësirë ku barazia para ligjit
nuk është një slogan, por është po kaq e rëndësishme dhe po kaq e vërtet sa në çdo hapësirë tjetër të jetës. Dhe të qenurit politikan, të qenurit shërbëtor publik nuk është një privilegj dhe nuk është as një fuqi mbi ligjin, por është thjesht një privilegj për të shërbyer dhe për të qenë shembull i barazisë para ligjit. Dhe natyrisht këtu në Shkodër nuk mund të rri pa bërë edhe një shtesë. Sot isha me Benetin tek kantieri i shkollës Ndremjeda, mes Shkodrës. Akoma nuk më hikën